Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1472, Norvegjia jep Skocisë ishujt Orkney dhe Shetland, pasi mbreti norvegjes Christian nuk mundi të paguante për pajën e vajzës së tij që ishte fejuar me mbretin skocez James III. 1816 opera e Giacomo Rossinit Berberi i Seviljes shfaqet për herë të parë në Rom, në teatrin Argentina. Shfaqja dështoi plotësisht, audienca u ngrit në këmbë dhe njerëzit filluan të talleshin. Sot Berberi i Seviljes konsiderohet si një nga kryeveprat e operas komike. 1872 përurohet Muzeu Metropolitan i Artit në New York, që nga fillimi i shekullit të 20 në këtë muzeum të famshëm gjendet i ekspozuar dhe ashtu quajturi Thesari i vrapit. 1895 Frederick Douglass, i cili shikohet nga shumë historianë si udhëheci më i rëndësishëm afrikano-amerikan i shekullit të 19, ndroi jetë në Washington. 1909 publikimi i manifestit futurist në revistën franceze Le Figaro. Ky është një manifest i shkruar nga poeti italian Filippo Tommaso Marinetti dhe është botuar në vitin 1909. 1914 në Stamboll hyri në shërbim tramvaji i parë elektrik. Tramvajet e parë në Stamboll kishin nisur të përdoreshin në vitin 1860. Këto tramvaje të rriqeshin me kuaj, kurse në vitin 1914 u zëvendësuan me tramvajet elektrike. 1935 Caroline Michelsen bëhet gruaja e parë që shkel në Antarktidë. Më 20 shkurt 1935 ekspedita bëri rënë në tokë diku në raftin kontinental të Antarktidës. 1946 pushkatohet Anton Harapi, frat franceskan, mësues, mendimtar, shkrimtar dhe politikan shqiptar. Më 1910 kthehet në atë dhe shugurohet meshtar duke përmbushur kushtet e urdhrit franceskan. 1960 Jimi Hendrix jep koncertin e tij të parë me kitar. Hendrix është konsideruar si instrumentisti më i madh në historinë e muzikës rock. Koncertin e fundit ai e mbajti në Gjermani më 6 shtator 1970. 1962 astronauti John Glenn u bë amerikani i parë që dilte në orbitë rreth Tokës. Një raket Atlas nxori në hapësirë astronautin John Glenn dhe anijen e tij një vëndëshe Mercury. 1965 Ranger 8 përplaset në hënë pas një misioni të suksesshëm të fotografimit të vendeve të mundshme të uljes për astronautët e programit Apollo. 1970 presidenti i Turqisë i asaj kohe Cevdet Sunay dhe kryeministri Sulejman Demirel me një ceremoni të organizuar hodhën themelet e urës mbi ngushticën e Bosforit. 1986 Silvio Berlusconi bleu klubin italian të futbollit AC Milan. 1988 në rajonin autonom të Karabakut, malor të Azerbajxhanit, u mbajt referendumi për të bashkuar me Armeninë. Kjo ngjarje u bë shkak për fillimin e luftës së Karabakut mes Armenisë dhe Azerbajxhanit. 1991 në kryeqytetin shqiptar, Tiranë, statuja gjigande e diktatorit komunist Enver Hoxha rrëzohet nga turmat e studentëve dhe protestuesve të zemëruar. Rrëzimi shtatore së diktatorit komunist do të mbyllte de facto kapitullin 47 vjeçar të sundimit të diktaturës komuniste në Shqipëri. 1993 ndron jetë në Perugia në moshën 76 vjeçare Ferruccio Lamborghini. Lamborghini ishte një industrialist italian. Në vitin 1963 ai krijoi automobilin Lamborghini. 2002 bie zjarr në një tren udhëtarësh në Egjipt. 370 persona humbën jetën dhe 65 u lënduan. 2005, Spanja bëhet vendi i parë që votoi në një referendum për ratifikimin e kushtetutës së propozuar të Bashkimit Evropian, duke kaluar atë me një diferencë të konsiderueshme, por me një pjesëmarrje të ulët. 2005, Zoe Geller fiton medaljen e artë për peshat e rënda në botë. 2008, Gjermania, Letonia dhe Malajzia njohën Kosovën si shtet të pavarur.